Zonja Josefina Topalli për procedurë. Zoti kryetar, në kushte normale, unë do thoja që për disa të herë është një nonsens parlamentar që në rendin e ditës të futen 15 deri 20 pika, sepse racionalisht do thotë që në asnjërin prej tyre të mos ketë një diskutim themelor, thelbësor për cilën duhet të diskutojnë në seancë plenare. Por kjo tashti ka kalu në vend të dytë, të tretë apo edhe më poshtë. E vërteta është dhe ne nuk mund të bëjmë sikur nuk e dim se në çfarë realitetit ne po jetojmë, ju drejtoni një seancë ku një qeveri është zhytur kokë e këmbë në skandale. 3 çerek të qeverisë nuk e keni më në karrigat e tyre. Po të përmendni emrin e një ministri, ai ik sepse ka frikë nga fjala ligj. Ju drejtoni një seancë me një qeveri të delegjitimuar moralisht, politikisht dhe publikisht. Ju drejtoni një qeveri dhe jeni pjesë e një pushteti që ka marrë ujë si anije që shpohen dhe timonieri ende nuk e ka kuptuar se çfarë po ndodh. Në kushte të tillë, kur nuk është qeveria në krizë, por në fakt është vetë qeveria krizë, atëherë ne rrezikojmë shtetin ton shqiptar. Ndaj dhe në këto kushte ne kërkojmë që të jeni të përgjegjshëm për situatën cilën ne ndodhemi, sepse nuk keni më majorancë. Për 3 muaj është përmbysur çdo gjë. Nuk është përmbysur si janë përmbysur disa qytete nga uji, por është përmbysur nga pesha e jashtëzakonshme, e turpshme, e korrupsionit të këtij pushteti. Faleminderit. Fjalën e ka kërkuar zoti Erald Kapri për procedurë. Zoti Kapri.